Prej 18 muajsh në paraburgim, Idhir Meta është shfaqur ditën e hënë publikisht, ndryshe nga sa e mban mend opinioni publik. Në seancën e parë gjyqësore që transmetuar online, ish presidenti u pa i dobësuar ndjeshëm, me tipare të rrudhura dhe fytyrë të zverdhur, një transformim i dukshëm krahasuar me pamjet e arrestimit të 21 tetorit 2024. Pas kafazit të xhamit, pran ish bashkëshortes Monika Kryemadhi dhe avokatit të tij, Meta tërhoqi vëmendjen jo vetëm për praninë në sallë, por sidomos për gjendjen fizike që ngriti pikpyetje mbi jetën e tij në izolim. Përfaqësuesi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, zyliftar Bregu, ka dhënë disa detaje mbi përditshmërinë e ish-kreut të shtetit pas hekurave. Sipas tij, Meta qëndroni vetëm në qeli dhe nuk ndan ambientin me të burgosur të tjerë, ndryshe nga praktika e zakonshme, ku të paraburgosurit organizohen mes tyre për ushqim të freskët gjatë javës. Bregu thot se familjarët lejohen t'i çojnë ushqim vetëm një herë në javë, ndërsa Meta refuzon të konsumojë ushqimin e institucionit. Kjo do të thotë se ai ushqehet për 7 ditë me produktet që i vijnë vetëm një herë, çka sipas vëzhguesve mund të ketë ndikuar edhe në rënien e peshës. Një tjetër shqetësim i ngritur është ajrimi i kufizuar. Sipas pretendimeve të tij, Meta nuk ka kryer kohën e plotë të daljes në ajër të pastër dhe ekspozimit në diell, ndërsa izolimi i gjatë mund të ketë lënë gjurmë të dukshme në shëndetin dhe pamjen e tij. Nga një figurë energjike dhe gjithmonë aktive në politik, Ilir Meta sot u shfaq si një njeri raskapitur nga muajt e gjatë në paraburgim. Transformimi i tij fizik ishte mesazhi më i fortë i kësaj seance të parë publike.